Dhe parashkretar me tregu një shembull ndryshe prej Kurtit. Kështu ka thënë në fakt kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memdi Krasniqi brëm në Rubikon, teksa ka folur për një skenar të mundshëm që PDK ta bënte qeverinë. Për këtë kemi krijuar një panel të ftuarësh, më lëni t'ju prezantoj Arten Gaxheri, është mirë se vjen. Faleminderit, kënaqësi me ju. Faleminderit shumë, ndërkohë në një linjë të drejtë për drejtë, Lulzim Veliu, përshëndetje nderuar, mirë se vjen, do e lidhem edhe pas pak. Por e nisim fillimisht me Gaxherin. Një deklaratë që tregon se në fakt PDK do t'i thotë jo VV-s, kështu po i bie. Po, faktikisht, deklarativisht, të gjitha i kanë thënë jo VV-s, por ajo që ka vlen të theksohet është iniciativa. Kush po e merr iniciativen për të krijuar qeverinë opozitare. Deri tani kemi vetëm deklarime të partive të ndryshme, qoftë PDK-s, qoftë LDK-s, qoftë AOK-s, e nismës që janë bashkë. Do me thonë, gjitha partitë opozitare kanë deklaruar që nuk do shkojnë në qeveri me vetëvendosjen, por në anën tjetër, ne përveç disa kafeve që i kemi pa që kanë pirë krerët e këtyre partive bashk, nuk kemi pa një veprim. Dhe veprimi është ajo që çon drejt realizimit të një qëllimi. Por pse s'po veprimi, zotri Gaxheri? Dhe ajo që ka vlen theksohet tjetër është se në qoftë se të dytit i takon mandatarin, qoftë se vetëvendosja nuk e bën, atëherë nuk do të thotë patjetër që PDK duhet ta bëj. Por mund ta bëj edhe nisma, vetëm t'i bëj. Por zakonisht shkon me numrin më të madh se po, mund ta bëj. Jo, vetëm thot i dyti. Mandatarin i jep të i dytit që ka shumicën. Të dytit që mundet me i kriju numrat. Mirë, e në këtë moment, në këtë situatë, duke parë parasysh që rezultatet sa po dalën, kush mendon një tjetër se mund të jetë i dyti që mund ta krijojë qeverinë? Po, faktikisht, ne jemi në një situatë ose në një hipotezë pat sa i përket opozitës, nuk ka të dyti cili mund ta krijojë qeverinë, po duhet dikush ta marrë iniciativën e më së shumti i takon Partisë Demokratike të Kosovës, për shkak se ka shumicën, ka më shumë, pra ka fituar më shumë deputet se sa partitë e tjera, dhe ata duhet ta ndërmarrin iniciativën në mënyrë që të krijojnë qeverinë. Për ndryshe Qysh e kupton faktin që VV-ja filloi, do të thotë si mandatari parë në bazë të rezultatit të zgjedhjeve, filloi takimet, por takimet ishin kryesisht me zyrtar ose më mirë themi me përfaqësues të pakicave. Dhe kjo pasi një lloj tradhtie, themi kushtimisht ashtu, nga deputetët kosovarë. Së pari, gjëja e parë që ka ndodhur e që s'ka ndodhur. Dhe pse ndodhi ashtu në atë formë prej pakicave? Gjëja e parë që s'do duhet të ndodhte nga kjo qeveri e që s'ka ndodhur këto 25-6 vite pas lufte, është se zotri Kurti ka pritur partitë ose krerët e këtyre partive, i ka pritur në zyrën e kryeministrit për të bërë pazare politike. Se ku do duhet të priste? Zyra e kryeministrit nuk është zyra e vetëvendosjes. Ai do duhet i priste në zyrën e vetëvendosjes ose në ndonjë lokal që zakonisht nuk i shkojnë njëri tjetrit në zyre. Kanë mujt me u taku në një vend të caktuar, po jo në zyrë të kryeministrit, sepse kryeministria është për shtetin, nuk është për partitë. Dhe kjo tregon shpërfaqja dhe mendsinë. Por a nuk janë parti parlamentare që kanë fituar të drejtën për të qenë parlament? Po pavarësisht kësaj, tash nuk janë ma deputet. Ata asnjëri s'kan asnjë funksion. Por fakti që KQZ-u ja ka mandatuar mandatet që i kanë fituar, nëse nuk kanë ndodhur betimi, i bie që janë parti parlamentare. Po, por pa u bërë betimi, atëherë ata nuk janë deputet. Pasi të bëhet betimi, fuqizohen si deputet. Mirë, por ka pasur edhe një raportim në fakt se pakicat të cilat i ka takuar Kurti, e akoma nuk i ka takuar edhe partitë shqiptare, të njëjtit pra janë duke u shantazhuar, pra përfaqësues të komuniteteve janë duke u shantazhuar nga Radojqiqi. Lulzim Veliu është me ne, përshëndetje dhe mirë se vjen. Përshëndetje, faleminderit. Edhe pikërisht dua ta kap në këtë moment. E beson që dhe sa ishte të sigurta këto raportime që Radojqiq po shantazhon pjesëtarët e komuniteteve? Po, unë mendoj se ligjet tillë është shumë e mundshme, pasi nuk është hera e parë që bëhet tillë, sidomos mund të shantazhoj komunitetin serbe, pas tyre një shantazh i mirë mund t'i bëhet edhe komunitetit bosnjak, të cilët e kanë një pjesë të mirë të tyre që jeton në pjesën veriore të Mitrovicës, pra bëhet fjalë për lagjin e bosnjakëve. Edhe në këtë mënyrë ka shumë mundësi që Radojqiqi mund të bëjë shantazhe të tilla, pasi ne e dimë të gjithë se ai është një kriminal ordiner i cili edhe kërkohet nga drejtësia kosovare.
Mirë, por në fakt një deklarim i Memli Krasniqit si kundërpërgjigje natyrisht edhe për mos ftesën nga Kurti sepse në fakt nuk uftuan për të takuar pra Kurtin në kuadër të bisedimeve për krijuar një qeveri të re, ka gjetur pra Kurtit që takoi fillimisht Pakica, ndërkohë ka qenë Glauk Konjufca, kryeparlamentarin e detyrë që ka ftuar partitë politike për konsult. Si është të mundur, Luli, kjo është një kundërpërgjigje ndaj VV-s që nuk duan të shkojnë me ta? Po, me të thënë të drejtën, një deklarimet fuqishme për mos bashkëpunim, apo për mos bashkëqeverisje me lëvizjen vetë vendosje kanë pasur të gjitha forcat politike. Do me thonë duke filluar nga Partia Demokratike, Lidhja Demokratike, e të gjitha me radhë përjashtën në këtë rast aleancën, këtë nismën social-demokratike të cilët u deklaruan se mund të të japin votat për një bashkëpunim me qeverin e Albin Kurtit, apo lëvizjes vetëvendosje. Dhe ne të gjithë e dim si shqiptar që jemi dhe si forca politike janë ato inatët e tyre të vjetra, pastaj shihen se në qoftë se zoti Kurti do bënte një ftesë për Partinë Demokratike dhe nga ai nuk do marrte përgjigje pozitive apo do të dilte me deklarata se jemi të ftuar po ne nuk do të bashkëpunojmë, dhe këto mendoj që janë disa nga arsyet që e kanë bërë një gjë të tillë, por sido që të jetë, unë mendoj se zgjedhja më e mirë për Kosovën dhe për qeverinë e Kosovës do të ishte një bashkëpunim i lëvizjes vetëvendosje me Partinë Demokratike të Kosovës, me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe mundësia e krijimit të një qeverie gjithë përfshirëse, pasi para vetes kemi shumë problematika që duhet të zgjedhur në të ardhmen. Dhe një qeveri nga lëvizja vetëvendosje pa partitë shqiptare, pra vetëm me Pakica dhe me ndonjë deputet të shkuar nga opozita, apo edhe krijimi i një qeverie nga Partia Demokratike dhe pjesa tjetër e opozitës pa lëvizjen vetëvendosje nuk do të na ndihmoj asgjë dhe do të jetë vetëm qeveri një vjeçare, pasi pas një viti do të kemi zgjedhjen e presidentit dhe zgjedhja e presidentit kërkon 2/3 e parlamentit. Pra, unë mendoj se aktualisht si pozita ashtu edhe pozita në vend se të ulen dhe të diskutojnë për mundësinë e bashkëpunimit dhe krijimit të qeverisë, ata janë hedhur në peshkim të... Por zotri Veliu, pikërisht nga kjo që thoni më linje pyetje, kush po dëmtohet në këtë moment? Sepse ne kemi parë një mos iniciativë nga ana e vetëvendosjes pra për të tentuar të filloj bisedat, po gjithashtu e kemi parë edhe një mos dëshirë nga pjesa e partive opozitare për të biseduar me vetëvendosjen. Dhe tash në këtë moment, për formën se si filluan, domethënë, negociatat me deputet të partive të Pakicave, një farë forme unë ndjen edhe pak të anashkaluar deputetët shqiptar. Dhe a mendonin se edhe ky është një detaj i cili mund t'i hakmerret në të ardhmen në krijimin e nomenklaturës së re qeveritare? Po me siguri edhe ajo ka ndikimin e saj dhe mirë, po për të kthyer te pyetja juaj e parë që kush po dëmtohet në këtë rast, unë mendoj se në këtë rast po më shumë se të gjithë tjera po dëmtohet Kosova, po dëmtohen qytetarët e Kosovës dhe i gjithë procesi po ngecet në vend numëra, pra nuk kemi hecje para të gjitha atyre problematika që i ka Kosova. Ne sikur kemi harruar situatën geostrategjike çfarë është për momentin dhe po harrojmë se një ditë mund të vi të dera edhe një emisar i dërguar nga presidenti Trump dhe pastaj do të kemi të lashe të tjera. Pikërisht të gjitha këto problematika, duke mos janë anashkaluar edhe problemet ekonomike, arsimish, të gjitha ato që janë në Kosovë, jemi të detyruar që të shkojmë drejt krijimit të një qeverie gjithë përfshirëse, qeverie të fuqishme, e cila jo vetëm që do zgjedh presidentin pas 4 vite, por do të jetë e gatshme edhe të merë vendime të rëndësishme e ndoshta edhe atë marrëveshjen përfundimtare me Serbinë, se nuk kemi është momenti i fundit që një gjë e tillë duhet të ndodhë dhe kjo do të ndodhë deshëm apo s'deshëm në mandatin e presidentit Trump. E qarturi, por duhet të kemi njërë të zhvillimet lokale, në fakt me 15 prill është thirrur seanca konstituive kuvendit, por me ligjin e ri të
për formimin e qeverisë, në fakt, kuvendi, pas seancës parë, Gaxheri nuk shkon më në fakt shkon në një pauzë. Është obligative që kuvendi të mblidhet deri në zgjedhjen e kryetarit çdo 40 tetor, që i bie nëse të martën është caktuar pra me 15 prill, ne mund të kemi një seancë të enjtën, mund të kemi të shtunën, që i bie çdo 40 tetor do të thirret kuvendi. Kjo i bie që nuk do të mund të zvarritet krejt kjo, sepse është parashikuar disa skenare për emrin e kryeparlamentarit. Po është edhe kushtetuta pak në një farë forme e ka këtë mangësi, sepse nuk e shpjegon se si do rregullohet pra kur te kapitulli 5 të rregullimi mandateve nuk e shpjegon si do bëhet çështja ose nuk është interpretuar ende nga gjykatësit e gjykatës kushtetuese se si do ja bëjnë për shembull emërimin e kryetarit të kuvendit në rast se nuk emërohet nga i pari, por megjithatë logjikisht sipas mendimit tim është se derisa i japin mandatin të dytit, atëherë nëse i pari refuzon, do duhet që i dyti ai që krijon qeveri mundet të krijojë numra. Ideja është kësaj radhe presioni është tepër i madh. Ta zëm në të kaluarën kur është quar emri kryeparlamentarit, është dashur që gjithmonë të thirret seanca sërish një datë e re nga presidenti në këtë rast. Por kësaj radhe presioni është tjetër sepse do të ketë vazhdimsi, nuk mbyllet asnjëherë seanca parë derisa të zgjidhet kryeparlamentari. Që është një situatë e re edhe për partin fituese që me do e mos do duhet ta çoj emrin. Nuk ka shpjegim më pas. Po, kjo është një fatkeqësi për neve si popull me na udhëheq një qeverisje e tillë tu pas parasysh që edhe këtë ligj ka bërë të kundërligjshëm, por fatkeqësisht i ka shpëtuar edhe deputetëve të opozitës për ta parë ligjin për zgjedhjet, sepse ligji i zgjedhjeve bën dash neni 126 me atë 28-29 dhe do duhej që edhe kjo të shkonte në gjykatë kushtetuese, por megjithatë edhe opozita në këtë rast nuk e kam pasur vëmendjen dhe ja tash që jemi në pozita të tilla duke u marrë me situata hipotetike të cilat pra nuk ju dihet epilogu se si do shkojnë. Por megjithatë, në qoftë se kanë vetëm pak sinqeritet, qoftë partitë opozitare, qoftë vetëvendosja për këtë shtet, atëherë patjetër duhet të krijojë një qeveri sepse Kosova nuk ka kohë të humbet. Ne kemi pa që para 2 ditësh edhe administrata Trump na ka futur në një prej 6 vendeve, them ashtu, po më vjen keq me u shpreh, po ndër më të lodhurat botës, që me të dëbuarit nga Amerika, një ndër ato vende do jetë edhe Kosova, ku do i sjellin, do me thonë na ka derisa të kryet dokumentacioni për të bartër në vendet me Ruandën, po në fakt që kjo ka qenë edhe zhvilluara dhe kjo tregon që ne nuk jemi më prioritet për Amerikën, besa edhe për... Por, zotri Gaxheri dhe zotri Veliu, ne po e kuptojmë komplet si Kosovë nuk na konvenon zvarritja e gjithë procesit pra deri në krijimin e qeverisë së re. Dhe mua më intereson si qytetari i Kosovës se kujt i konvenon kjo dhe për çfarë arsye po ndodh në këtë moment. Faktikisht partitë politike janë grupe të interesit, po janë grupe të interesit kombëtar, nuk janë grupe të interesit personal ose grupor klanor, dhe kjo është fatkeqësia jonë në kulturën politike, sepse shumica e partive politike po e tregojnë këtë mendësi, pra po llogaritin interesin partijak para atij shtetëror dhe prandaj kemi ngelur në situata të tilla. Padyshim që partitë janë të krijuara me mund, me sakrificë, të paktën shumica prej tyre në Kosovë dhe unë kam një besim që PDK, LDK, AK do sakrifikojnë nga vetja në mënyrë që Kosova mos të ngelet në situatën e të cilën është. Përndryshe ne kemi pas edhe shembuj se si LDK është sakrifikuar për hir të Kosovës 2 herë radhazi, një herë me PDK në qeverisje, një herë me vetëvendosjen dhe ajo i ka kushtuar shumë, por është sakrifikuar për vendin, sepse vendi nuk mundet me mbet pa qeverisje. Dhe tash është radha PDK-s të sakrifikohet thua ti? Apo e LDK-s prap? Sakrifica matet me kostën oportune. Në qoftë se sakrifikon për një të mirë më të madhe, nuk e sakrifikuar, por ke fituar. Atëherë LDK-ja, PDK-ja, AK-ja duhet të gjejnë një konsensus të përbashkët dhe mos ta lënë Kosovën pa qeverisje, në rast se vetëvendosja nuk do mund të krijojë numrat, pavarësisht që... Po kjo është në rast, Gaxher dua të pyes edhe zotrin Veliun këto, sepse gjithmonë po flasim në rast. Po ju jeni një gazetar që jeni pak situatën në terren, pak më shumë se të tjerët besoj. Çfarë mendon ti? Kush ja jep rastin për krijimin e qeverisë vetëvendosjes? Janë
pikërisht deputetët e tjerë. Dhe deri në këtë moment, edhe nëse kanë hasur në përgjigje pozitive nga deputetët ndryshëm, sepse nëse i shikojmë si grupe politike, deklarohen që decisivisht nuk do të shkojnë në koalicion. E kemi përveç gjitha partive opozitare që janë kundër qeverisë me vetëvendosin, është vetëm Nisma, e cila i ka 3 deputet tashmë në listë në koalicionin bashkë me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, por Nisma ka qenë sinqert. Por Nisma është e hapë për krejta për vetëvendosin. Nisma ka qenë sinqert se ne duhet të dimë se si të transmetojnë deklarimet e tyre, pavarësisht që ka dalë në takim me ta, ne janë gjitha partitë shqiptare dhe duhet komunikimi është baza e gjithë shkafit me vetëvendosin. Kush ka thënë? Deklarimet është të tilla nga... Ka bërë deklarim se mund të shkoj me vetëvendosin, por jo vetëm me vetëvendosin. Domosdoshmërisht, por vetëm në qoftë se opozita nuk arrin të i krijojë numrat, atëherë ne jemi të hapur për një qeveri. Por është pyetur në këtë gjuhë që është përdorur ta them se është sulmuar për këtë deklarat, edhe Nisma, por edhe Limaj. Dhe ka pasur një pyetje dhe ndaj njerëzve të PDK-s nëse ja dojnë të mirën ka shumë Kosovës, se mos bëhet pra qeveria Kurti, atëre nëse ta zëmë se Nisma është një parti që i ka fituar të 3 mandate në koalicion me AKN dhe i duhet që të hyjë në koalicion nëse ndodh të kemi zgjedhje të reja. Është pyetur PDK-ja nëse do ta afronte Nismën krah vetës në mënyrë që të mos pësonte nëse do shkonte në zgjedhje. PDK-ja në rast se do donte ta afronte Nismën afër e kish pranuar PDK para se me shku në zgjedhje. Një vullnet i tillë i Fatmir Limajt ka qenë më së i dukshëm. Kështu që unë për vete nuk jam këtu që të bëj politikë, por të bëj analizë në bazë të realitetit. Dhe realiteti im është se gjitha partit tjera i kanë thyer parimet e tyre duke bërë me vetëvendosin koalicionet të ndryshme, qoftë lokale, qoftë qeveritare, dhe tash ata të njëjtet po akuzojnë Nismën pse po bëj ka diçka siç kanë bërë ata më përpara. Për qenë qartë, natyrisht që e ka specifikuar edhe një herë se vullneti është ta bërë me opozitën, por duke ditur që ka kërkesa, nëse opozita nuk vjen dakord për ta bërë vetë qeverinë, atëre ideja është që vendi të mos shkojë në zgjedhje. Por megjithatë ka kohë deri në këtë moment, nuk kemi parë akoma një tentativë fillimisht të BV-s për ta bërë, le ta shohim. Doja të shtoj edhe diçka, me qenë se tregova që duhet jem realist, duhet ta kemi parasysh që se në qoftë se Nisma nuk bëhet pjesë e një qeverisje, Nisma do të shuhet si parti, sepse ne kemi parasysh që në 2 parë zgjedhjet e fundit Nisma nuk ka mundur të arritë. A mund të shuhet edhe AK? Edhe ajo është diskutabile sepse AK ka një forcë më të madhe elektorale, por Nisma ka 1 dekadë që nuk ka qenë në qeverisje dhe votuesi nuk pret për gjithmonë, nuk të pret për gjithmonë sepse njerëzit i kanë interesat e tyre personale, por edhe të tjera të ndërlidhura me politikën dhe mendoj që Nisma atëherë do humbet shumë, prandaj të jemi real. Edhe në qoftë se shkon në qeverisje, nuk është që ka bërë diçka të jashtëzakonshme. Por, ne e shohim presionin ndërkombëtar zot Reveliu të cilin e hasim, edhe e shohim fragilitetin e situatës aktuale gjeopolitike. Dhe tash në këtë moment, disa deputet kemi zërat të cilët thonë se duhet të krijohet një qeveri sa më shpejt, madje janë edhe në gjendje të sakrifikojnë për këtë qeveri. Në anën tjetër, grupi i cili ka numrat, mbase tenton që pikërisht këtë momentum dhe seriozitet në situatës ta shfrytëzoj për të krijuar një qeveri, ndonë se nuk e ka edhe themi ashtu dëshirën e plot nga deputetët të cilët do t'i bashkangjiteshin krijimit të qeverisë të re, por vetëm bëhet në sozë të situatës e cila është për momentin. A ka mundësi që të luhet edhe një lojë e tillë, zot Reveliu? Po, pikërisht në këtë kontekst, pra në atë gjeostrategjike, thash edhe më herët që interesi i Kosovës dhe i gjithë qytetarëve të Kosovës është krijimi i qeverisë, një qeverie të fuqishme, pra një bashkëqeverisje apo gjithëpërfshirëse. Edhe unë mendoj që në shërbim të Kosovës dhe në shërbim të qytetarëve të saj, partitë politike duke filluar nga forca kryesore lëvizja vetëvendosje, por edhe Partia Demokratike, Lidhja Demokratike, duhet të anashkaluar interesat e ngurta partijake e klanore, po e them tani kështu se shihet qartë se këto subjekte politike më shumë kanë interesa të ngushta private se e klanore se interesin e përgjithshëm. Në këtë situatë duhet patjetër që të ofrohen, të bashkohen dhe të krijojmë një qeveri të fuqishme. Po, apo tenton që pikërisht këtë gjë ta shfrytëzoj Albin Kurti pra në këtë moment? Po tash sepse nuk ka ndonjë dëshirë për të hyrë në koalicion me të paktën deri në këto momente, siç e diskutuam, nuk është dikush që deklaron hapur atë punë.
Në qoftë se Albin Kurti një gjë e tillë e dëshiron, është forca kryesore, është kryeministër në detyrë, ai duhet t'ju bëj ftesë dhe t'i tagoj të gjithë një nga një apo ndoshta edhe të gjithë së bashku për të gjetur mundësinë e bashkëqeverisjes dhe për të hequr para. Por çfarë flet për juve fakti që kësaj ftese, se ma mirë themi, takimet e para të kryeministrit tonë nuk ishin me deputet shqiptar apo nga partitë shqiptare? A do thotë kjo se kemi një refuzim nga pala shqiptare për bashkëpunim? Po përderisa nuk kemi informata se a është bërë një ftesë e tillë, ne vetëm mund të spekulojmë. Mirë po, në qoftë se zoti Kurti e ka bërë një ftesë të tillë dhe kësaj ftese nuk ju kanë përgjigj, ai duhet ta njëftoj opinionin dhe të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Jo, nuk duket se ka pasur një ftesë. Një gjë të tillë nuk e besoj. Nuk e besoni. Është qartë. Me siguri nuk do ta kishte lënë edhe vetë lëvizja vetë vendosje pa e... Po, e qartë, pa e shfrytzuar si hipotezë kështu. E qartë, por edhe një çështje tjetër interesante, zotri Gaxhiri, ne kishim deklaratat e kokavtona politike, shprehim ashtu kushtimisht, të cilat thanë se Serbia ndërhyri direkt në zgjedhjet në Kosovë përmes lista sërbskës. Dhe e njëjta pritet të jetë pjesë e qeverisë së re. A do të thotë kjo se ne po e legjitimojmë dorën e Serbisë brenda qeverisë së re të Kosovës? Valla kërën duhet mi ik na pak folklorizmit, adin si popull, edhe sidomos këta politikanë tonë, sepse listën sërbska e ke detyrim kushtetus, s'ke ku ik. Apo, pëse s'po bëjnë gjithë shqiptarët bashkë, ta lëmë bashkë edhe listën sërbe edhe komunitetet, sepse ne kemi një kërkesë të Duda Baljes për komunën Voshnjake, që kemi kërkuar këto. Edhe kjo është e pandershme nga ana zonjës Baljes, se fillova diku tjetër temen. Është e pandershme edhe ajo, sepse tash po e shet Duda Baljes situatën politike në Kosovë dhe po shantazhon në mënyrë, sepse po e shet që qeveria nuk mundet me u bo pa numrat e pakicave, dhe prandaj e ka gjetë momentumin që të shantazhoj shtetin, do me thonë nuk është sinqeritet për vendin mas pari edhe për votuesin e saj, sepse edhe po prej këndvështrimit saj nuk është shantazh, mbase politikanët tonë duhet të shikojnë se si ta zgjidhin këtë çështje pa Duda Baljen, ashtu që të mos e krijojmë vëllat komunë. Duda Balje ishte 4 vite në koalicion bashkë me Lëvizjen Vetëvendosje dhe i kishin 80 numra, mbi 80 numra, mbi 2/3 e deputetëve, pse nuk kërkoj për këto 4 vite një gjë të tillë, kur fuqia politike ishte aq e madhe sa sikur të donte Albin Kurti edhe do bënte një gjë të tillë. Po pikërisht pra, kjo është shantazh ndaj partive politike. Dhe ky shantazh ndaj partive politike nuk është i ndershëm as nga ana e zonjës Balje, sepse edhe plus janë disa gjëra tjera, janë disa kushte, disa kritere të cilat duhet me u plotësu, me u bërë komuna. Numri popullsisë është një numri popullsisë, shumë gjëra tjera, infrastrukturore, kulturore, shumë çka tjetër. Prandaj nuk mundemi na muqu secilin fshat me bë komunë. Se pastaj bëhet decentralizimi i tepërt, dhe decentralizimi i tepërt humbet fuqinë ekzekutive dhe humbja e fuqisë ekzekutive është kaos. Po, dhe ndalemi pak tek pjesa tjetër, aty kjo është edhe kostoja e... Më duhet kroni vetëm të ndërhyj tek Gaxhiri me që u përmend lista sërbe si në fakt ka qenë VV në fakt që ka stigmatizuar veten, e ka bllokuar veten duke i fajsuar të tjerët. Në fakt, pyetja natyrisht në këtë situatë bëhet kështu që a mund të bëhet, a mund ta bëj VV me listën sërbe, me që se thotë që i ka numrat? Po, për mendimin tim, nuk ka asgjë të keqe, sepse ke kategori kushtetuese, dhe mbi kushtetute nuk është askush që jeton këtë vend. Dhe derisa e ke kategori kushtetuese, nuk ka asgjë të keqe, sepse unë dua të ju kujtoj opinionit publik një fjalim të zotrit Kurti, i cili para se të vinte në qeveri, deklarante që unë do të filloj në dialog social. Dhe pavarësisht se çka kemi arritur si shtet në veri pa dialogun social, nuk arrihet asgjë, nuk arrihet paqja pa dialogun social, sepse ata serb jetojnë në Kosovë, ata jetojnë në Serbi. Dhe ne, pa i inkuadruar, pa i bërë pjesë të kësaj shoqërie, ne nuk mundemi mi undajt me policë të koka, sepse atëra nuk kemi bërë asgjë. Pra që t'jemi ma të qartë, ju shikoni se do ta kemi edhe listën sërbska brenda qeverisë së re. Nuk ka asgjë të keqe për ta pas, sepse ne jemi duke dashur me u inkuadru në Bashkimin Evropian dhe një ndër kushtet kryesore është trajtimi i pakicave se si ja bëjmë. Prandaj ne duhet të jemi as të vetëdijshëm, mos bëjmë lojra me vete. Pra zotri Gaxhiri duke gënyer të tjerët, politikanë tonë, ja me qenisat e Kurti, ka thënë që do futen dialog social, ndërkaq ka bërë komplet të kundërtën.
e asaj çka ka thënë, dhe kjo është gënjeshtër ndaj vetës, duke na gënyer votuesve neve, ai ka gënyer edhe veten edhe ka dërguar shtetin në regres. A mendoni se ka ndonjë vit kuqe me listën srpska zotri Kurti në këtë moment? Po, deri sa flasin telefon, gdesi brate, nuk besoj që duhet të kenë në vit kuqe, por e ka shit për kartën e nacionalizmit zotri Kurti, sepse vetëvendosja është një parti e krijuar mbi propagandën dhe kaosin. Dhe prandaj, ai me propagandë, me luftën e propagandës, si fiton votat, dhe kjo është pjesë... Po si do ta arsyetoj për shembull në qoftë se nesër fillon negociata zotri Veliu apo zotri Gaxheri rrinë të hapur, si do ta arsyetoj në qoftë se nesër vetëvendosja hyn në negociata me listën srpska? Unë do ta cilësoja... E dëgjojmë zotri Veliun, me që e kemi edhe larg, pastaj kthehemi në studio. Po zotri Veliu? Unë nuk e besoj se do të shkoj dhe në atë shkallë lëvizja vetë vendosje, edhe pse unë mendoj që e kemi edhe obligim integrimin e qytetarëve sërbë, por edhe obligim kushtetues është pra që komunitetet të jenë pjesë e qeverisës. Pra jo vetëm komunitetet sërbë, por edhe komunitetet tjera duhet të jenë pjesë e qeverisës dhe historikisht i kemi pasur në të gjitha qeveritë e kaluara. Është hera e parë që lëvizja vetëvendosje krijoi qeverinë pa pakicat sërbe. Detyrim i Republikës së Kosovës është integrimi të gjithë qytetarëve të Republikës dhe pranimi i tyre ashtu siç janë. Si e tha dhe parafolsi, pra komuniteti sërb jeton në Kosovë dhe është pjesë e Kosovës dhe ne duhet ta shohim si të tillë. Unë mendoj se është bërë një gabim për gjatë 4 viteve të kësaj qeverisje që nuk e ka shfrytzuar mirë këtë periudhë dhe për ta bërë një dialog të brendshëm me sërbët duke përjashtuar listën srpska pasi e dim shumë mirë që është një pjesë e madhe e qytetarëve sërbë që jeton në veriun e Kosovës që kanë pranuar tani më realitetin e Kosovës së pavarur, mirë po janë në një presion të shtuar nga lista srpske dhe mendoj që lëvizja vetëvendosje apo çdo qeveri e drejtanishme është dashur që të shfrytëzojë. Sepse si duket nuk ju kuptuam pak, mbase unë nuk isha i qartë me atë që dëgjova. Pra, presion, thoni se edhe sot ushtron presion lista srpska ndaj popullatës? Mendoj se qytetarët sërb janë në presion dhe vetë fakti që ata morën 9 deputet, unë jam më se i sigurt që ishte pjesë e presionit të listës srpska, pasi... Dhe si mund ta menaxhojmë në aspektin shtetëror, zotri Veliu, ne këtë presion? Pra, këto votat të cilat erdhën si pasojë e presionit dhe paraqesin brenda qeverisë së Kosovës interesat e Serbisë. Unë mendoj se është dashur të punohet, se gjërat e tilla nuk bëhen brenda natës. Unë mendoj që është dashur të punohet gjatë gjithë mandatit qeverisës në mënyrë që të krijohen kushte sërbëve lokal të cilët nuk janë pjesë e listës srpska apo nuk e pranojnë politikat e tyre në mënyrë që ata të jenë të përfaqësuar përmes përfaqësuesve të tyre të dijetëtshëm, se ajo do të ishte një e mirë për qytetarët serb, por do të ishte edhe një gjë shumë e mirë edhe për Republikën e Kosovës. Edhe këtë gjë nuk e kemi shfrytzuar. Patjetër. Do doja të ndërlidhesha me ju, zotri Veliu, shumë bukur e theksuat që mungesa e strategjisë të pushtetit ka bërë që ne sot të kemi mos kemi fare dialog social me serbët, sidomos me serbët e Veriut, dhe ne duhet ta dim dhe dihet botërisht që fitimi i luftës është shumë më i lehtë se sa ndërtimi i paqes. Dhe ne duhet të kuptojmë që gjërat të tilla nuk ndodhin brenda ditës dhe për të ndërtuar paqen patjetër që na duhet një dialog social. Ne po mund të kemi dialog social nëse lutem mos ta humb idenë. Ne po i kontribuojmë listës srpska, partitë politike shqiptare po i kontribuojnë listës srpska që të kenë ndikim në serb për shkak se nuk po kanë një strategji si me u qas dialogut social me i bind serbt e Veriut që Kosova është aq sa e shqiptarëve është edhe juja inkuadroheni në qendrinë kosovare dhe lëreni Serbinë të vazhdoj punët e veta. Do ndajmë pikërisht të sindikon kjo kur paraqiten si një masë e popullatës destruktive nga pothuajse secili politikan pjesë e qeverisë sot. Pra, si ndjen sepse do ta shohim ta veten edhe në pozicion e një qytetari i cili gjithmonë në secilin deklarim politik shihet si një gangren e këtij do të thotë e këtij trupi, pra si diçka që duhet kputet. Mendoni se edhe kjo forma se qysh po trajtohen diskursi publik ka bërë që ta kemi këtë fraksionalizim të momentit?
Po, ne... Unë nëse më lejohet, unë mendoj se veriu i Kosovës apo pjesa ku jeton shumica sërbe do të ishte shumë më lehtë e menaxhueshme sikur të zhvillohet një dialog i mirëfillt social, jo vetëm me periudhën e qeverisë së kaluar, por ndoshta që nga shpallja e pavarësisë e tutje, se më lehtë mbahet me gjëra të tilla duke bashkëpunuar dhe duke pasur si pjesë tonën sesa duke dërguar njësinë speciale në atë pjesë të Kosovës. Dhe pikërisht këto veprimet e fundit, pas mbylljes, pas largimit të komunitetit sërb edhe nga komunat ku nuk morën pjesë në zgjedhje ata, e kanë bërë që një pjesë e mirë e atyre sërbëve që në fakt pranuan realitetin, janë kthyer sërish te lista sërbske dhe i kanë dhënë mbështetje. Pra, këto janë disa gabime që në dukje janë të mira për dëgjuesin, për ata simpatizantët e partisë. Pra, kryekfut janë politika populiste që kanë ndikuar negativisht në sjelljen e rendit dhe qetësisë në veri. Është qartë, po sepse jemi krejt në fund të bloku, zotri Gaxheli. Okej, shkurtimisht. Po, patjetër. Atë gangrenën të cilën e përmendet ti, atë ka rëndësi se si e ushqen, a do me shëru, a do me rrit. E ne po e rrisim. Thash janë trajtuar si ti. Pikrisht, kur e trajton nacionalizmin me nacionalizëm, nuk arrin kur gjo, veç se e nxit urrejtjen. Po kur komunikimi është baza e çdo gjëje, dhe kur përmendet fjala dialog, ajo gjëja e parë që të çon te dialogu është komunikimi. Prandaj, pa shkuar me komuniku çdo ditë, jo vetëm një herë ose në një fushat, me komunitetin sërb atje dhe me i inkuadru në jetën shoqërore, ekonomike, politike të Kosovës, ne nuk kemi me gjetë rahati të dy palët, sepse ne jetojmë në një shtet. Mund ta kesh një vëlla me të cilin nuk e qen mirë, por jeton në të njëjtën shtëpi dhe duhet të gjesh kompromis në mënyrë që të mbijetosh. Edhe kjo është e njëjta, Kosova është shtëpia e të gjithëve, është njëjtë sikur shtëpitë tona personale që i kemi. S'ka rëndësi, a e don as e don, por ka rëndësi që duhet ta respektosh patjetër. I ka të drejtat e veta, shumë e qartë zotri Gaxheli. Kemi pasur një pyetje të hapur përderisa ne kemi zhvilluar të diskutim, nëse VV apo PDK e bën në fakt qeverin, me që kështu është deklaruar edhe kryetari i Partisë Demokratike Memri Krasniqi, le ta shohim bashkë nëse kemi gati rezultatin deri tani shumë. Pra kush e bën qeverinë e re, VV thon 63% shikuesve tanë, ndërkohë PDK 37%. Gaxheli, faleminderit shumë, do të takojmë bashkë vetëm pas pak. Lulzim Veliu, faleminderit që ishe sot në këtë komunikim drejt për drejt. Faleminderit dhe uroj që qeveria e ardhshme të jetë qeveri gjithëpërfshirëse, pra qeveri që do të jetë edhe VV edhe PDK. Mirë, faleminderit. Do t'jemi në komunikim për më të reja, ndërkohë ne tani do të shkojmë në Hag, atje edhe ku do të lidhemi bashkë me gazetaren Rina Mujko, e cila tash sa ditë ka qëndruar atje për të përcjellë gjitha zhvillimet pra në Hag të këtyre ditëve. Para 2 ditësh kemi pasur një deklarim të ekskluziv të mbrojtësit të Thaqit, Luka Misetić, ndërka do të shohim nëse këto ditë ka pasur edhe deklarime të tjera, në fakt edhe nga mbrojtësit të tjerë që në këtë rast të madh kanë dhënë mendimet e tyre pra pas përfundimit të dëshmitarëve të prokurorisë.